Edhe vetë mjekët janë habitur. Futini këmbët në ujë me sodë para gjumit dhe do befasoheni. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe muskujve është thelbësore për një gjumë të mirë, të qetë dhe të rehatshëm. Por disa metoda natyrale të cilat mund të shndrojnë edhe në zakone të mira, të cilat na ndihmojnë të ndihemi më të çlodhur në fund të ditës. Sipas Brightside, do ju sjellim në këtë video një mënyrë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sodë buke për çlodhjen e trupit dhe muskujve përpara se të vlini. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për gjendjen tuaj. Mjafton të shtoni në një legen me ujë shumë të ngrohtë 3 lugë çaj me sodë buke, t'i përzieni mirë dhe të mbani këmbët aty për të paktën gjysmore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhje të të gjithë muskujve dhe ngrohje të të gjithë trupit. Në fund të ditës, lodhja më e madhe e trupit përqendrohet tek këmbët. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke do të çlodhë tërësisht këmbët dhe njëkohësisht do të largojë kontraktimet e muskujve si dhe lodhjen e tyre gjatë lëvizjeve që keni gjatë ditës. Gjithashtu, uji me sodë buke ndihmon në pastrimin e këmbëve, largimin e infeksioneve ose të mykut, që zakonisht prek këmbët ndërsa ndihmon lëkurën të jetë më e butë dhe më e lëmuar. Uji me sodë buke mund të ofrojë edhe përfitime të mira për trupin tuaj. Në fakt, uji ngrohtë me sodë buke rekomandohet për të gjithë trupin. Mjafton të shtoni në vaskën tuaj 3 lugë gjelle me sodë buke, t'i përzieni mirë dhe më pas të futeni aty për të bërë një banjo. Kjo mënyrë do ju ndihmojë jo vetëm të çlodheni tërësisht, por do të hapë poret e lëkurës, duke promovuar më shumë largimin e toksinave përmes djersitjes. Uji me sodë buke do të zbusë lëkurën e trupit, duke larguar papastërtitë që gjenden në poret e saj. Uji me sodë buke është efikas edhe në parandalimin dhe largimin e problemeve të lëkurës, siç janë për shembull ekzemat ose irritimet e lëkurës. Onikomikoza shkaktohet nga infeksione të thonjve nga kërpullat që i përkasin kategorisë të dermatofiteve dhe shumë lehtësisht mund të prekin duart dhe këmbët. Megjithatë, thonjtë tuaj fillojnë të duken keq dhe kanë disa simptoma shoqëruese si eritema, heqje e lëkurës në zonën përreth tyre, si dhe gjithashtu edhe probleme të njëpasnjëshme. Por si mund të merreni me këtë problem? Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër onikomikozës. Përpara se t'ju prezantoj me këtë trajtim me sodë buke për onikomikozën, është e rëndësishme të sqarojmë se rezultatet nuk do të jenë të dukshme menjëherë. Ky produkt filloi edhe luftën me onikomikozën që në aplikimin e parë, por eliminimi i plot i tij nuk do të ndodhë brenda një nate të vetme. Kjo është arsyeja pse duhet të përqendroheni ta përdorni dhe të ndiqni rekomandimet e nevojshme për të arritur rezultatet që dëshironi në trajtimin e problemit tuaj. Përveç kësaj, ju rekomandojnë që të përmirësoni edhe vetit e saj duke përdorur uthullin e mollës, një tjetër përbërës shumë i rëndësishëm aktiv, i cili është i nevojshëm për të larguar edhe probleme të tilla. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë 1.5 litër ujë, 125 ml uthull molle dhe 3 lugë gjelle me sodë buke. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm në recetën tuaj, filloni me përgatitjen e saj. Ngrohni ujin në temperaturë të tolerueshme për këmbët tuaja. Shtoni uthullin e mollës dhe derdheni përzierjen në një tas të madh. Zhytini këmbët në lëng dhe e lini të zhytura për 15 deri në 30 minuta. Më pas, thani mirë thonjtë e këmbës dhe fërkoni me një pastë me sodë buke. E lini tulin të veprojë për 10 minuta dhe më pas e shplani. Masazhoni me lëvizje rrethore për teksa filuar sipërfaqen e thojit tuaj dhe lëkurën e tij përreth. Përbërësit mund të përsërisin trajtimin çdo natë derisa pamja e thonjve tuaj të përmirësohet të dukshëm. Ju mund të shtoni gjithashtu edhe pak lëng limoni ose peroksid hidrogjeni në sodën e bukës për të përmirësuar kështu veprimin e saj antimikotik. Ndjekja e kësaj recete në kushte shtëpie gjithashtu mund t'i japë edhe lehtësime në çështjen e këmbëve tuaja. Lodhja e ditës ka një peshë shumë të madhe në darkë përpara se të shkoni për të fjetur. Ndodh që gjatë gjithë ditës keni qenë mbi taka dhe pasi keni hyrë në shtëpi, këmbët thuajse nuk I ndjeni fare.
Këmbët e lodhura mund të bezdisin edhe të nesërmen kur të vishni edhe këpucët më të mira, të cilat mund të çlodhin edhe këmbët. Por si të eliminoni dhimbjet e këmbëve dhe t'i keni sërisht ato më të buta pa shpenzuar shumë kohë. Sërisht mund t'ju vinë në ndihmë përdorimi i sodës së bukës, e cila ka veti të mira antiseptike qetësuese për këmbët, sidomos edhe për themrat e tyre, dhe nuk do t'ju kushtoj një mal me para, por do t'jetë e suksesshme edhe për trajtimin tuaj. Për këtë do ju duhen këta përbërës të thjesht, 4 lugë gjedhe sot buke dhe rreth 35 deri në 40 litra ujë. Hidheni sodën në ujë dhe vendosini këmbët në këtë përbërje për 10 deri në 25 minuta. Me një gur të ashpër për themrat, masazhoni ngadalë themrat dhe shputat e këmbëve. Por pasi t'i keni pastruar dhe t'i keni të buta, mund të përdorni pak vazelin dhe masazhoni me mollzat e gishtave. Pas 20 deri në 25 minuta, shëvishni çorapet pambuku dhe mbajini gjatë gjithë natës. Përsëriteni këtë teknikë për një javë. Pushoni një javë dhe përsërisni sërish sipas nevojës. Veproni kështu për 4 seanca dhe efektet që do të merrni do të jenë vërtet të mira në lehtësimin e shqetësimeve tuaja. Kështu do t'i thoni lam të mirë problemit të themrave tuaja. Themrat e plasaritura janë një problem që prekin një numër të madh të njerëzve. Ato nuk janë as pak estetike dhe mund të shkaktojnë dhimbje të mëdha. Kallo dhe plasaritje në këmbë mund të trajtohen me sodë buke. Soda ka veti të fuqishme antiseptike të cilat trajtojnë infeksionet në këmbë. Ju nevojiten 4 lugë gjedhe sodë buke, 4 litër ujë ngrohtë, një lugë me lëng limoni, hidheni ujin e ngrohtë me sodën e bukës, mbajini këmbët për 20 minuta derisa uji të ftohet. Me anë të një sfungjeri të fortë hiqni pjesën e lëkurës së vdekur. Më pas i thani këmbët me peshqir. Lëheni me vazelin, vishni çorape pambuku. Për rezultate sa më të shpejta, përsëriteni këtë procedurë 3 herë në javë, si tonel T-step. Kështu do të keni rezultate fantastike edhe në shëndetin tuaj të këmbëve. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm me shumë përdorime, duke filluar që nga kuzhina deri te familja dhe banjo. Edhe pse ne e përdorim atë për të fryrë brumin kur bëjmë ëmbëlsira të shumta të rastit, ajo gjithashtu mund të përdoret për të hequr aromat e këqija nga tapetet ose edhe sipërfaqet në shtëpi, dhe ajo në këtë mënyrë efektive mund të zbardhë edhe rrobat. Gjithashtu mund të përmirësojë ndjeshëm bukurinë. Përdorimi i saj mund të ofrojë edhe vlera që ndoshta nuk i dini. Ajo mund të eliminojë djersitjen. Përdoreni atë duke bërë një deodorant natyral i cili do të mbajë sjellullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Vetëm përzieni disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë çaji sodë buke. Pastaj përdoreni këtë në kombinim me sjellullat tuaja për të shkatruar bakteriet që janë shkaku i erës së keqe. Do të lehtësoni erën e trupit. Shtoni një filxhan të vogël sodë buke në vaskën tuaj dhe e lini në të për të paktën gjysmë ore. Plotësoni vaskën tuaj me shampo ose produkte të tjera, me pas lyeni trupin tuaj me vaj. Për të zbutur lëkurën, përsëriteni këtë 1 herë ose 2 herë në javë, dhe kështu do të keni edhe rezultate të duhura. Për një lëkurë të butë, shtoni pak sodë buke dhe sapun në ujë dhe masazhoni këmbët dhe duart me këtë përzierje për të hidratuar lëkurën dhe më pas t'i shplani me ujë të rrjedhshëm. Për thonjë të shëndetshëm, aplikoni një përzierje me 3 pjesë të sodës së bukës dhe 1 pjesë të ujit në thonjë për t'i bërë edhe kutikulat më të shëndetshme. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do t'i japë edhe zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Veprimet antiseptike dhe disinfektuese të sodës së bukës ndihmojnë në largimin e bakterieve, veçanërisht edhe kur vishni këpucë të mbyllura për orë të tëra të cilat ju shkaktojnë erë të keqe. Soda e bukës do të neutralizojë aromat e pakëndshme duke rregulluar pH-in e lëkurës dhe duke zvogëluar djersitjen e tepërt. Zbut lëkurën e fortë dhe ndihmon në largimin e qelizave të vdekura duke i bërë këmbët tuaja më të buta. Ajo do të relaksojë dhe do të lehtësojë lodhjen dhe do të parandalojë infeksionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.